Mos e bëni më këtë gabim. Mund të helmoheni nëse e ringrohni përsëri këtë ushqim. Shpeshherë na ndodh që ushqimet që nuk i konsumojmë t'i ringrojmë përsëri, por kjo mund të sjellë një mjenjë probleme. Pasi mbarojmë darkën dhe na ngelet ushqimi, gjëja e parë që e bëjmë është të fusim në frigorifer. Por, ringrohja ditën tjetër mund të krijojë edhe helmime të shëndetit tuaj. Po kështu eksperti Rick Hay shpjegon se një kontenier me plastikë që mban edhe ushqimin tuaj zakonisht bën që të lëshohen grimcat e saj në ushqim. Ekspertët tregojnë se panxari, selinoja, spinaqi, të përdorura në gatime në ringrohje mund të krijojnë edhe helmime. Ata tregojnë gjithashtu se nëse ju ngelet orizi një ditë përpara dhe doni ta konsumoni ditën tjetër, mos e bëni, pasi qëndrimi i tij në temperaturë të ambientit për një kohë të gjatë mund të krijojë edhe helmimin tuaj, tregoni më të vëmendshëm.